Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, do të vi sonte pranë jush me një histori të jashtëzakonshme. Një çift shumë i lumtur martohen, ndërtojnë jetën e tyre dhe ëndrrojnë që në jetë të sjellin një fëmijë. Por jo çdo çift mund ta ketë mundësinë që fëmin ta sjellën më një herë. Ato janë punët e Zotit dhe ne besojmë në këtë gjë. Do të thonë kur Zoti bën hymër, fëmia prek pragun e shtëpisë. Por çuditërisht, në këtë familje, e cila ka ndarë historinë e saj të dhimbshme me mua, ka ndodhur një ngatresë, siç duket. Në vend që fëmia t'u lindën i bardhë këtij çiftit, i lindën fëmijë zi. Dhe bashkëshorti, i tensionuar, ka filluar dhe grindjet me gruan, por rrëfimin dëshiron ta ndan me të gjithë. Nuk e ka menduar kur thot se dita më e bukur e jetës time do të kthehej në ditën më të errët. Për vite me radh, unë edhe gruaja ime jetuam në një dhimbje që nuk ja tregonim askujt. Nuk po bëheshim dot në asnjë mënyrë prindër. Çdo muaj shpresa linte dhe vdiste sërish. Analiza, mjek, lutje e net pa gjumë. Derisa më në fund e morëm vendimin ton më të vështirë. Bëm fertilizimin artificial në Gjermani. I shitëm gjërat, morëm borxhe, lam familjen pas dhe shkuam atje me një shpresë të vetme. Një fëmijë. Në klinik na folën me shumë siguri, me qetësi dhe me dokumente. Na premtuan profesionalizëm. Na thanë mos kini frikë, gjithçka në këtë mes është nën kontroll. Kur na njoftuan me procedura kishte funksionuar dhe ne aty, si çift, qam të dy. Ishte hera e parë që ndjeva vërtet se jeta po na buzëqeshte. Gjatë gjithë shtatzanisë, unë sillesha me shumë kujdes. I flisja barku të gruas, i thosha babi të pret, ëngjulli im. Por asnjë gjë nuk më përgatiti për atë që ndodhi në sallën e lindjes. Kur infermeria e mori fëmijën dhe e çoi disa hapa më tutje, e pash fytyrën e saj që në thelb ndryshoi. Më pas u kthye, e mbështolli fort foshnjën dhe atëherë na afroi ne. Në atë moment, mua më ndal truri. Fëmia ishte me ngjyrë të errët. Nuk ngjante as me mua e as me gruan time. As familja ime në thelb e as familja e gruas nuk kishte asnjë lidhje gjaku me një racë tjetër. Në fakt mendja kus më shkonte, mendova se po e shifja keq. U afrova. Jo, ishte e vërtet. Gruaja ime filloi që të dridhet. Më shikoi në sy dhe më tha me zë që mezi dëgjohej çfarë po ndodh, tha. Unë nuk fola se nuk munda. Në kokën time shpërthyen mijëra pyetje. A më kishe tradhtuar?
A ishte ndonjë gabim? A ishte ky fëmia ynë? Mjekët u bën shumë nervoz, filluan të flisnin mes tyre gjermanisht, të shmangnin sytë tanë. Kërkova shpjegim, kërkova dokumente, kërkova të vërtetën. Pas 2 ditësh heshtje, na thyrën në zyrë. Atje një mjek që me zë të ullët tha fjalin që mua ma shembi botën. Ekziston, tha, mundësia që të jetë një gabim laborator. Gabim, një fjalë e vogël, por që shkatërroi jetën time. Dikuj tjetër i kishte dhënë materialin tim, apo ne kishim marrë materialin e dikuj tjetër. Unë nuk pash më fëmijën si gabim. A i qante, kërkonte nënën, më shtrëngonte gishtin. Por si baba, si burr, si njeri që isha i coptuar. Stresi më mori frymën, nuk flija, nuk haja, më rikte zemra më fort se sa mendoja se do të më ndalonte. Familja nga shtëpia filloi pyetjet, si duket fëmia, a ngjan me ty? Unë gënjeja, nuk dija çfarë të thosha, turp, frikë, apo thjesht ishte tronditje. Vendosa të kërkoj analizën e ADN-s. Rezultati erdhi pas disa javësh. Fëmia nuk kishte lidhje gjenetike me asnjërin prej nesh. Aty ula në tokë dhe qava si fëmijë, jo nga urrejtja, jo nga racizmi, por nga padrejtësia, nga fakti që dikush kishte luajtur me jetën tonë. Vendosa që ta denoncoj spitalin, jo për të hequr dorë nga fëmia, sepse ai nuk kishte faj, por për të kërkuar përgjegjësi, sepse dikush tjetër diku po qante për fëmijën e tij, sepse kjo nuk duhet t'i ndodhte askujt. Sot jetojmë në fakt me 2 ndjenja që përplasen çdo ditë brenda meje. Dhimbjen e tradhtisë nga sistemi dhe dashurinë për një fëmijë që erdhi në jetën time në mënyrë më të çuditshme. Ky është rrëfimi im, rrëfimi një babai të stresuar dhe të thyer shpirtërisht ende. Tani unë them që në këtë mes fëmia nuk ka faj, fëmia duhet respektohet, duhet të dashurohet, duhet të mbështetet, por faji qëndron tek mjekët të cilët i marrin me shumë papërgjegjësi këtë punë dhe nuk mendojnë 2 herë për atë fëmijë që do të vjen në jetë.